وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Në qoftë se ti bindesh shumicës së njerëzve që janë në faqen e dheut, ata të nxjerrin ty prej udhës së Zotit sepse ata nuk ndjekin gjë tjetër veç hamendjeve të thata dhe nuk flasin gjë tjetër veç gënjeshtra. Kuptimi: O më i nderuar i profetëve, nëse ti u bindesh fjalëve të ignorantëve, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë së Mekës dhe ndjekin dëshirat e veta të palishme dhe jo argumentet për punët e Zotit dhe të cilësive të tij, ata do të të humbin ty rrugën e drejtë të Zotit, sepse ata ndjekin vetëm hamendjet e veta dhe shkojnë pas berihas, imitojnë prindërit, duke kujtuar nga padia se ata janë në udhën e drejtë. Ata flasin vetëm gënjeshtra dhe thonë se këtë Zoti e ka bërë të lejuar dhe këtë tjetrën e ka bërë të ndaluar pa u mbështetur në ndonjë argument. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Padyshim Zoti yt është ai që i di më mirë ata që dalin jashtë udhës së tij dhe ai i di më mirë ata që kanë zënë udhën e mbar. Kështu të dyja palëve u jep atë që u takon, dëshkimin e merituar të parëve dhe shpërblimin e merituar të dytëve. Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Hani nga ajo që është përmendur emri i Zotit kur është thërrur, nëse u keni besuar ajeteve të tij. Kuptimi: meqense ju nuk duhet të ndiqni fjalët e qafirëve, keni leje prej Zotit të hani atë kafshë të butë ose të egër, ose atë shpend që është thërrur duke përmendur emrin e Zotit dhe mos i hani ato që thërren në emrin e tjetërkujt. Shpjegime: në këtë ajet urdhri për të ngrënë është për ibaha, lejim dhe jo për vujub, detyrim. Ajeti i thekson se nuk lejohet të hahet mishja së kafshë që është thërrur me emrin e tjetërkujt dhe jo me emrin e Zotit. Nuk lejohet gjithashtu të hahet mishi i kafshës së ngordhur, sepse urdhri për një gjë përfshin edhe ndalimin e së kundërt të asaj gjëje. Në medhhebin e Imam Azemit lejohet, është halal, të hahet mishja së kafshë që është thërrur pa e përmendur padashje nga haresa emrin e Zotit, por nëse nuk është përmendur emri i Zotit me qëllim, atëherë mishja së kafshë është i ndaluar të hahet. Në medhhebin e Imam Shafiut lejohet të hahet mishja së kafshë që është thërrur pa e përmendur emrin e Zotit nga haresa ose edhe me qëllim. Zoti tregoi se është e lejuar të hahet mishja së kafshë që është thërrur duke e përmendur emrin e Zotit për të qortuar ata që nuk e han mishin e kësaj kafshë. Zoti urdhëron e thotë: "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighayri ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin." Çfarë keni ju që nuk e hani mishin e asaj kafshë mbi të cilën është përmendur emri i Zotit, dhe ai ka shpjeguar ato gjëra që janë të ndaluara për ju, përveç asaj të cilën jeni të shtrënguar të hani. Me të vërtetë, një shumicë njerëzish e nxjerrin botën dhe veten jashtë udhës së mbar me dëshirën e tyre nga padia, por Zoti yt i di më mirë se kushdo se cilët janë ata që e ka përcen kufirin. Shpjegime: në këtë ajet Zoti njofton se i ka shpjeguar gjërat e ndaluara në ajetet e tjera. Zoti ka treguar gjithashtu se kur njeriu është i shtrënguar, lejohet të hajë gjëra të ndaluara për të mbrojtur nga rreziku. Në këtë rast shtrëngesa është një përjashtim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Mos bëni faje as hapur as fshehtës. Lërini ato gjunahe që bëhen me organet e jashtme dhe ato që bëhen me zemër, sepse ata njerëz që bëjnë gjunahe sa afërmi do të shohin ndëshkimin e fajeve që kanë bërë. Shpjegime: me këtë ajet të madhëruar, Zoti detyron myslimanët që të mos bëjnë faje që bëjnë sheshit, si prostitucion, kumar, grabitje të tjerë, si dhe ato faje që bëhen me zemër, si smira, mendjemadhësia, dyftyrësia e të tjerë. Wala ta'kulu mimma lam yudhkara smullahi alayhi wa innahu lafisq. Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Dhe mos e hani mishin asaj kafshë që nuk është thërrur duke përmendur emrin e Zotit, sepse ajo ngrënia e saj ose mos përmendja e emrit të Zotit është dalje jashtë bindjes Allahut. Djajt i ndërsejnë miqtë e vet të hahen, të polemizojnë me ju. Në qoftë se ju bindeni atyre idhujtarëve që janë miq të djajve dhe halalin e bëni haram e haramin e bëni halal, sigurisht që edhe ju bëheni idhujtar. Shpjegime: polemika e qafirëve është për thënjet e tyre: ju o myslimanat o kafshët që i therrni vet i hani, po ato që i mbyt Zoti përse nuk i hani? Ju hani dhe ato shtatë që i mbysin zagarët e skifterët, pra ju gaboheni që nuk i hani ngordhësirat. Djajt mund të jenë për djallin me shokët e vet, sepse këto i cysin idhujtarët që të hahen me myslimanët rreth çështjeve të sipërme, por Fahri Raziu dhe Hazini thonë se djajt e përmendur në këtë ajet është për idhujtarët e Persisë, sepse kur ka zbritur ajeti që ndalonte ngrënien e kafshëve të ngordhura, persianët e kanë dëgjuar atë dhe u kanë
shkruar letra i dhujtarëve të Mekës, në të cilat i nxisnin ata që të pyesin myslimanët përse nuk e hani atë kafsh, të cilën e ka mbytur Zoti, kurse atë që e therrni vetë e hani. Ju hani dhe ato që i mbytni me anë të zagarëve të skifterëve. Kurejshët, meqense ishin bashkëfetar me persianët, i dëgjonin fjalët e tyre dhe kështu e kundërshtuan pejgamberin me shok me ato fjalë. Për ato thënie ka zbritur ajeti më sipër, i cili përfshin këto 4 pika. 1. Ndalon të hahet ajo kafsh që është terur pa u përmendur emri i Zotit me qëllim dhe jo nga haresa. 2. Është dalje e jashtëbindjes Allahut, fisk, të hahet ai mish që është terur pa u përmendur emri i Zotit. 3. Djajt ndërsen miqtë e vet që të polemizojnë me myslimanët rreth atyre çështjeve. 4. Bëhet i dhujtar kush u bindet dhe u beson i dhujtarëve në punët e fesë.